Është koha për zhvilluar intervistën e ditës dhe me mua në studio kam profesorin Afrem Osmani. Mirë se vini në Alsat. Mirë se u gjetë. Faleminderit. Profesor, javën e ardhshme bën një vit nga formimi i qeverisë së re dhe që prej ditës së parë, më 24 qershor, Ministri i Drejtësisë po qeveria ka trumbetuar për ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor dhe reforma në Këshillin Gjyqësor, megjithatë ligji akoma nuk është gati. Gjatë ditës kishte një debat në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë ku potencuan disa kritika mbi propozim ligjin e përdeditur, megjithatë sa në këtë situatë ku ndodhemi tash. Është nevojë urgjente sjellja e këtij ligji. Fillimisht do të kisha dashur që të them ta përshëndesim iniciativën për përgatitjen e një ligj të ri, i cili drejt për së drejti do ta rregullon, në fakt do t'i rregullon dhe do t'i përfshin të gjitha ato problematika me të cilat deri tani ballafaqoheshte funksionimi i Këshillit Gjyqësor. Mirë po jo me çdo kush që ajo të jetë në një kohë sa më të shpejtë. Ne ja sot për shembull isha edhe unë aty pjesë e atij paneli ku kisha edhe prezantimin tim dhe më tepër hasëm në vërejtje e kritika se sa domethënë në atë që ofron si risi ligji i propozuar. Mes tirash u theksua se shpejt e shpejt të barten e të përcillen propozimet e vërejtjet me qëllim që ligji të mund deri në fund të muajit të këtij muaji, domethënë të muajit të qershorit të miratohet. Mendoj se është paksa e përshpejtuar, ashtu siç u theksua edhe sot, domethënë do të ishte më e mira që më ngadalë të ecim së paku disa procese, domethënë me hapa më të ngadalta, por më të sigurta. Besoni që vërejtja që u potencua sot do të mund t'i merr kuvendi shumë shpejt në konsiderat dhe Ministria e Drejtësisë dhe me këtë ta çojnë ligjit drejt miratimit deri në fund të qershorit kur ka mbetur gjysmë muaji? Unë mendoj se ka nevojë ende më tepër të kyçen faktor, domethënë të shoqërisë tonë, jo vetëm në atë fushën e ekspertëve, akademikëve, gjykatësve, prokurorëve, e kështu me radhë. Është mirë të kyçen domethënë edhe ajo pjesa e për shembull të them e shoqatës gjykatësve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po pse jo nga dhoma e avokatëve, po pse jo edhe faktorë tjerë domethënë që mund të japin kontribut në këtë drejtim. Është mirë që meqense bëhet fjalë për një ligj i cili në mënyrë rrënjësore e trajton, e rregullon funksionimin, organizimin e kështu me radhë të Këshillit Gjyqësor, është mirë që mos të bëhet me hapa të shpejtuara, por domethënë me një dinamik e sigurt, por jo me çdo kusht e shpejtë. Do të flasim pak, ndalemi tek formati i Këshillit Gjyqësor, të cilin duhet ta kenë me miratimin e ndryshimeve dhe miratimin e ligjit të ri. Duhet të menjanohet dhe të abrogohet kushti për jurist të shquar ose jurist me përvojë dhe të përfshihen ekspert dhe profesor universitar brenda formatit të Këshillit Gjyqësor. Edhe prezantimin që sot e kishim në debatin që organizoi Akademia e Shkencave së bashku me shoqatën për të drejtën penale dhe kriminologji, në të cilën domethënë mora pjesë edhe aktive aty, vërejtjet e mia ishin në atë drejtim, duke e filluar debatin me një analizë komparative, në veçanti me shtetet përreth që i kemi, duke filluar me Kosovën, Shqipërinë, Bullgarinë, Kroacinë, Sloveninë, si dhe vende tjera, dhe ne nga kjo analizë komparative mund të shohim aty shumë qartë se si Këshillat Gjyqësor në për këto shtete funksionojnë. Për shembull, te këto shtete në asnjërin prej tyre nuk parashihet pjesëmarrje e patjetërsueshme, domethënë si antar i Këshillit Gjyqësor ex officio sipas detyrës zyrtare, as kryetari i Gjykatës Supreme e as ministri i Drejtësisë. Po, nëpër këto këshilla gjyqësore të këtyre vendeve mund të merr pjesë në ndonjë nga mbledhjet në të cilën diskutohen tema për shembull për të themi për buxhetin gjyqësor, të themi për planifikimet strategjike e kështu me radhë. Mirë po jo me çdo kusht të jetë pjesë, domethënë si antar me plot kuptimin e fjalës të Këshillit Gjyqësor. Kjo është e para vërejtje. Vërejtja e dytë është në drejtim të përgjedhjes së të ashtu quajturve istaknati pravnici apo jurist të shquar. Këtu ligji i ri në krahasim me atë që është ekzistues, domethënë që është
në fuqi, ka një farë dallimi aty, për shembull theksohet që aty të bën pjesë për shembull jurist i cili së paku do të ketë përvojë pune prej 15 vitesh, pasi që të jep provimin e jurisprudencës por po ashtu edhe profesor universitar nga fusha e së drejtës. Këtu, do të thënë, ne mund të marrim disa yrneqe, duke ndjekur shembuj dhe praktikat e mira në këtë drejtim. Për shembull, praktika e mirë kroate, në Këshill Gjyqësor, do të thënë, jenë si antar 2 profesor universitar nga fakultetet juridike që vinë, si dhe këtë do të modifikoj dhe do të updatojnë ndoshta edhe me një praktik plus shtesë të asaj bullgares, që po profesor universitar mirë po nga radhat e profesorëve ordinar, do me thënë të asaj shkallës më të lartë të thirrjes akademike shkencore që është me përvojë pune 5 deri në 10 vjet. Pse? Për shkak se me vetë faktin që antari i Këshillit Gjyqësor do të jetë një profesor ordinar, do me thënë i thirrjes më të lartë shkencore akademike, ajo nënkupton se në bas të ligjit për arsimin sipror, ai ka respektuar ato shkallët akademike prej docentin, ordinar e kështu me radhë, do me thënë e ka bën një përvojë mirë akademike shkencore, një përvojë mirë edhe si profesionist, me theks të veçantë në fushat përkatëse pozitive. Jo vetëm të theksohet profesor i së drejtës. Ajo mund të jetë profesor i së drejtës, mirë po që ndoshta nuk ka lidhje nuk ndërlidhet drejt për së drejti me fushën e jurisprudencës gjyqësore të kështu me radhë. Nuk është, do me thënë, përfshirës në këtë drejtim. Fakti që ministri mund mos merr pjesë, ose të merr pjesë kur është e nevojshme ose kur diskutohet, sa është e logjikshme dhe sa do të fuqizohej ose politizohej trupi Këshillit Gjyqësor në rast se ministri të drejtësisë i jepet e drejtë e votës? Fatmirësisht edhe me propozimin e ri të ligjit mbi Këshillin Gjyqësor, ex officio sipas të detyrës zyrtare, do me thënë do t'jenë antar sërish në qoftë se pranohen këto varrjetjet tona nuk do t'jenë, por ja që të themi se do t'jenë, nuk do t'kenë të drejtë po ashtu të drejtë vote, sikur se kanë të drejtë vote antarët tjerë, por do të mund të marrin pjesë në çdo mbledhje të Këshillit Gjyqësor. Mirë po, ne në qoftë se do me thënë i kthehemi asaj anës tjetër, duke ndjekur praktikat e mira edhe të vendeve më të zhvilluara, por edhe të vendeve përreth, në asnjëri nga shtetet e theksuara, do me thënë nuk janë pjesë përbërëse të Këshillit Gjyqësor, as kryetari i Gjykatës Supreme, as ministri i drejtësisë. Pse me vetë prezencën e ministrit të drejtësisë do t'jetë ai sinjalizimi influentues i politikës, do me thënë nga garnitura për nga vjen ministri i drejtësisë e para, dhe e dyta, mes tjerash si antar të Këshillit Gjyqësor janë edhe 3 antarët të cilët i zgjedh Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, prej 3 të cilëve njërin e propozon sipas, do të thënë kjo është zgjidhja e re, që e propozon opozita si parti politike. Ne në vend që ta përforcojmë ende më tepër rolin i Këshillit Gjyqësor me qëllim që, për shkak se Këshilli Gjyqësor është organi vetëm i cili siguron dhe garanton pavarësi, paanshmëri plot të gjyqësorit në tërë vendin, ne ende më tepër, do me thënë, atë e gulfasim me ndikime politike dhe elementin politik e mbjellim ende më tepër. A duhet që procedurat, para se të flasim për çështjet e ndërhyrjeve politike dhe komisionin parlamentar që do të ketë rolin e tij për zgjedhjen e antarëve të Këshillit Gjyqësor të propozuar nga Kuvendi, duhet të flasim pak për mënyrën dhe rritjen e transparencës kur gjykatësve duhet të caktohen në masa ose do shkarkohen, për shkak se kritikat më të mëdha në opinion kanë qenë kur gjykatësve janë caktuar masa në dyert të mbyllura dhe në këtë mënyrë janë shkarkuar ose janë pezulluar nga puna pa e ditur opinioni. A duhet që në ligjin e ri të përfshihet transparenca? Një nga risitë që i ofron ligji i ri është për të përshëndetur kjo me theks të veçantë që të gjitha procedurat, edhe të emrimeve, edhe të shkarkimeve, edhe të çfarëdo qoftë vendimi tjetër të Këshillit Gjyqësor, domethënë procedurat janë dhe mbledhjet janë të publike, transparente
dhe se me thekst të veçantë, në asesi mënyre nuk mund të përjashtohet publiku nga pjesëmarrja apo opinioni. Me çfarë do të qoftë vendimit të cilin do ta merr në drejtim të zgjedhjes, në drejtim të shkarkimit të gjykatësve nga në Këshilli Gjyqësor, ajo do të ndiqet, do të mbikëqyret nga opinioni, pa të drejtë përjashtim të qoftë të medjave apo edhe të opinionit, për shkak se vetë seancat e Këshillit Gjyqësor do të përcillen në mënyrë të drejt përsa drejt përmes sistemeve informatike. Pastrimi i Këshillit Gjyqësor aktual, formatit aktual, shkarkimi i menjëhershëm ose pastrimi sipas përfundimit të mandatit të secilit antar do të ishte versioni më i mirë? Jo secili do të ishte versioni më i mirë, ligji i propozuar aktual këtë zgjidhje parashef që mandati i antarëve aktual do të përfundon sipas dispozitave të ligjit paraprak, sipas të cilit ato janë zgjedhur. Do të thënë ato janë zgjedhur në bazë të ligjit të 2019-s dhe do të përfundon sa është mandati 6 vjeçar prej 2019 diku në 2025-26, varësisht prej asaj se kur janë zgjedhur ato si antar të Këshillit Gjyqësor. Do të thënë jo vetëm zgjedhja e antarëve, por edhe iniciativat për shkarkim. Jo vetëm të antarëve të Këshillit Gjyqësor, por edhe të gjykatësve, kryetarëve të gjykatave kështu me radhë, ato të cilët janë më në procedurë të sipër, do të vlenë dispozitat e ligjit paraprak, do të thënë të ligjit i cili për momentin është në fuqi, jo sipas dispozitave të ligjit të ri. Raporti i fundit i punës së Këshillit Gjyqësor, sikur se ai paraprak i vitit 2023 edhe i vitit 2024 kanë ngecur në kuvent dhe deputetët nuk kanë vullnet ta lexojnë dhe ta çojnë në miratim për shkak të dallimeve që kanë pushtet dhe opozit. A mund që edhe kësaj here mos miratimi i raportit të dridhë themelët e Këshillit Gjyqësor dhe ta krijon një krizë brenda Këshillit edhe një herë duke shkarkuar kryetarin e Këshillit? Në këto situata, ligji ekzistues jep një mundësi, mirë po jo mundësi shkarkimit të Këshillit Gjyqësor, që me rastin e miratimit, gjithsesi mos miratimit të raportit të punës të Këshillit Gjyqësor, i cili raport prezantohet para kuvendit dhe më tepër ka karakter shqyrtues dhe informues edhe të deputetëve, por edhe të opinionit më të gjerë, që më në fund, do me thënë, ndërlidhet edhe me pjesën e miratimit nga vetë parlamenti. Në rastet kur, do me thënë, sipas ligjit ekzistues, kur Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk e miraton raportin e Këshillit Gjyqësor, atëherë jep hapësirë, sipas ligjit ekzistues edhe një theksoj, që të inicohet debat, diskutim për vlerësimin e punës së Këshillit Gjyqësor, jo për shkarkimin, por të vlerësohet puna se a është ajo e duhura, gjithsesi e bëra në bazë të dispozitave të ligjit për Këshillin Gjyqësor apo jo. Kurse ligji i ri nuk e jep këtë situatë. Do me thënë, miratohet, nuk miratohet, ajo nuk ka asnjë pasojë a juridike apo ndonjë pasojë tjetër disiplinore kështu me radhë, do me thënë për Këshillin, antarët e Këshillit Gjyqësor, jo. Vetëm se mbetet që raporti i Këshillit Gjyqësor ndaj parlamentit ka vetëm karakter shqyrtues, ka karakter njoftues për opinionin, për parlamentin. Gjitha karakter transparent. Ajo është më tepër esenca. Komisioni parlamentar që duhet të zgjedhë antarët e ri të Këshillit Gjyqësor. A përshkruan formatin se si duhet përbër, apo shkojnë përmes komisionit trupit ekzistues, komisionit për zgjedhje dhe emërime, dhe në këtë mënyrë bëhet edhe propozimi? Do me thënë, kuvendi nga si kuvend, edhe me ligjin ekzistues, por edhe me ligjin e ri, i zgjedh 3 antarët e Këshillit Gjyqësor. E para, e dyta, po ashtu kuvendi i zgjedh edhe 2 antarët e tjerë që i propozon kryetari i shtetit. Por ama ato vetëm se i miraton, i zgjedh padyshim, por mas tepërmi ajo ka karakter më tepër ka karakter deklarativ, se sa do me thënë të refuzues të antarëve që vinë nga kryetari i shtetit. 3 antarët me theks të veçantë, do me thënë po, kalojnë në përmes një filtri. Filtri i parë është, do me thënë, komisioni për emërime që është në kuadër të parlamentit, i cili formon komision tjetër shtesë, komision pune, i cili do të ndjek
në fakt do ta zhvillon e tërë procedurën e përzgjedhjes së 3 antarëve të cilët duhet të zgjedh vetë parlamenti. Këtë grup të punës, do me thënë që e formon komisioni për emërime, për shembull propozohen nga antarë nga shoqata e gjykatësve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga dhoma e avokatëve 2, e treta si dhe nga OJQ, të cilët merren me aktivitete mbi të drejtat e njerëzit, mbi aktivitete mbi jurisprudencën, mbi gjyqësorin e kështu me radhë. Si dhe një antar të pushtetit, të pozitës dhe një antar i opozitës. Do me thënë gjithsej prej 5 antarëve. Rishqyrtojnë të gjitha kandidaturat, përbëhet lista e përgjithshme e kandidatëve dhe kalon më tutje në procedurat tjera. A duhet brenda këtij komisionit merr pjesë edhe Akademia për gjykatës dhe prokuror? Fatkeqësisht roli i Akademisë për gjykatës dhe prokuror publik është krejtësisht diçka tjetër, për shkak se roli i Akademisë është përgatitjen e kuadrove të reja, qoftë të gjykatësve, qoftë të prokurorëve publik. Por këtu, me qenë se për shembull ishte në Sloveni, po ashtu edhe në Bullgari, që disa prej antarëve të cilët i zgjedh drejt për së drejti kuvendi, mund të vinë edhe nga vetë gjykatat. Andaj në këtë drejtim, në një farë mënyrë hise do të kishte më tepër shoqata për gjykatës të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila drejt për së drejti, do me thënë, bën riorganizimin dhe organizimin e aktiviteteve të ndryshme të gjykatësve në vend, se sa vetë Akademia për gjykatës dhe prokuror publik. Pyeta kështu për shkak se ishte çështje interesi, kishte konflikt interesi ose jo të ketë antar të Këshillit Gjyqësor në bordin e Akademisë ose jo, megjithatë si çështje ishte absorbuar. Falenderoj profesor për kohën tuaj në Arcat. Faleminderit.